Po lutja duhet të jetë pjesë e çdo njeriu, çdo moshe, edhe tek fëmijët, por këta të fundit si mund t'i edukojmë që t'jenë sinqert në lutje, apo t'jenë ta bëjnë lutjen me bindje, me zemër dhe jo vetëm me gojë. Tek fëmijët, tek edukimi I tyre, duhet të jetë më shumë në aspektin praktik se sa teorik. Nëse ata të shohin vazhdimisht duke u lutë, në formën që lutesh, ashtu do të veprojnë. I ke pa fëmijët sigurisht, fëmijët e dukur falesh, ata falen sigur se ti. Po. Ashtu do të pasojnë edhe në lutje. Zatën qyshe kena mësu gjuhën të ecurit, të folurit, e kështu më radhë, duke po, me vrojtim. Kështu mësot edhe kjo. Fillimisht është problem na me një fëmijë 5 vjet, 7 vjet, 8 vjet, me I fol për rëndësinë e sinqeritetit, sa si kupton këto gjëra. Natyra e tij është e sinqert. Ende nuk ka filluar shejtani të veprojë tek ai. Ndaj e kemi pa fëmijët që janë shumë të sinqert, nuk dinë me gënjy, e thënë të vërtetën. Edhe nëse është kundrejt tyre. Natyra e tyre është e sinqert, por e joni është vetëm t'ja mësojmë formën. E gradualisht pastaj duke I fol për rëndësinë e sinqeritetit.